Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë të ditur se studentët që dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën për ushqim të subvencionuar studentor për vitin akademik 2025-2026, afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri më nesër, 5 shkurt 2026. Ndërkaq, mash njoftojnë se kjo e drejtu dedikohet studentëve të studimeve universitare me kohë të plotë, si dhe studentëve të regjistruar në studime pas universitare dhe studime të integruara në universitetet shtetërore dhe private në vend. Studentët që plotësojnë kushtet dhe ende nuk kanë aplikuar mund ta bëjnë këtë në mënyrë elektronike përmes portalit zyrtar evis-uslugi.mon.gov.mk. Kushtet dhe kriteret për ushtrimin e kësaj të drejte janë të publikuara në faqet zyrtare të internetit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për mbështetje shtesë. Gjatë procesit aplikimit, studentët mund të kontaktojnë përmes adresës elektronike subvencioniran.obrok@mon.gov.mk. Mash gjithashtu ka theksuar se studentët të cilëve më herët u është ndërprerë drejta për ushqim të subvencionuar, si dhe ata që nuk kanë aplikuar në afatet e mëparshme, mund të aplikojnë sërish. Shuma e subvencionit është 140 denar për ditë, e cila është një mbështetje financiare e planifikuar për blerjen e ushqimit. Kjo shumë përdoret nga e hëna deri të shtunën, ku shihet si shumë javore rreth 840 denar në javë. Kjo shumë është mbështetje për pjesë të shpenzimeve të ushqimit, jo një pagesë që mbulon të gjitha shpenzimet të ushqimit për studentët. Studentët dhe organizatat studentore shpesh kërkojnë që kjo të rritet, sepse çmimet e ushqimit rriten me kohë.